Ju bien flokët, kjo mask do ju lër pa fjalë me efektin që ka. Kjo është një maskë e përshtatshme për parandalimin e rënies së flokut dhe ndihmon shumë në rritjen e tij. Thjesht ju duhet që të përdorni këtë maskë 2 deri në 3 herë në javë për të patur rezultate më të mira. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e verdhë veze, 2 lugë çaj jeshil. Përgatitja: rrahim të verdhën e vezës derisa të bëhet homogjene dhe më pas shtojmë 2 lugët e çajit jeshil dhe vazhdojmë ta përzijmë ende. Aplikimi: masën e krijuar vendoseni në skalpin e kokës dhe shpërndajini në mënyrë homogjene në të gjithë kokën tuaj. Pasi ta keni shpërndar, mbulojeni kokën me një robë ose mbulesë. Mbajeni për të paktën 30 minuta dhe efekti do të jetë i paimagjinueshëm.